Gjimnazi Osokuka është një nga shkollat e mesme më të njohura në Shkodër. Në të kanë studiuar shumë nxënës, shumë pas janë bërë figura të spikatura në fusha të ndryshme, si shënxënëse dhe figurë që frymëzon. Ishte e ftuar për një bisedë gazetarja dhe moderatorja mirënjohur e ekranit Linda Kavaja. Gjimnazi është periudha në të cilën njeriu formohet dhe janë vitet më të rëndësishme të jetës së tij, pavarësisht se ai nuk e kupton rëndësinë e tyre në atë kohë. Prandaj ndoshta gjej rastin të bëj thirrje të gjithë të rinjve dhe të rejave që ta shfrytëzojnë këtë kohë për të formuar, për të mësuar sa më shumë, për të krijuar lidhje dhe për të shfrytëzuar çdo mundësi që jepet, sidomos në kohën ku ne jetojmë. Drejtuesja e gjimnazit Teuta Çoku dhe mësuesja Suela Duraj ndihen krenare për traditën e mirë që ruan shkolla në edukimin e brezave të shoqërisë. Sot tradita vazhdon dhe ruhet çdo ditë. Nga ky gjimnaz dalin nxënës talenta në të gjitha fushat, jo vetëm në arritjet e tyre mësimore, por duke filluar te gazetaria, duke filluar tek sporti, duke filluar tek teatri, te profesionet të ndryshme, dhe janë nxënës që na bëjnë krenar me arritjet e tyre në çdo fushë të jetës. Dhe një ndër to është edhe Linda Kavaja. Jo rastësisht e sollëm, sepse është klasa ku Linda ka filluar vitin e parë të gjimnazit dhe eksperienca e gjimnazit ka qenë shumë pozitive dhe shumë mbështetëse dhe ne sot krenohemi me Lindën për gjithçka ajo ka arrit dhe ka realizuar në jetën e saj. Takimet të tilla shërbejnë si një nxitje për nxënësit e kësaj shkolle për të arritur rezultate të larta me qëllim ecjen përpara në rrugtimin e tyre të jetës.